Rreth 200 qytetar kanë aplikuar deri më tani për paketën e maleve në bashkinë e Vaudesit. Drejtoria e Drejtorisë Ligjore dhe Aseteve në këtë institucion, Marinela Deda, bën me dije se të gjithë të interesuarit mund t'i drejtohen sporteleve që Bashkia e Vaudesit ka vënë në dispozicion për ndihmë dhe asistencë mbi procedurat e aplikimit. Bashkia Vaudejës ka hapur aplikimet për paketën e maleve. Të gjithë ftojmë gjithë qytetarët dhe subjektet e interesuara që të bëjnë aplikimin përmes portalit e-Albania. Janë vënë në dispozicion nga ana e bashkisë zyrat e shërbimit, të cilët do të asistojnë qytetarët edhe për përgatitjen e dokumentacionit të aplikimit, por njëkohësisht edhe për hedhjen e aplikimit online në portalin e e-Albanias. Lidhur me dokumentacionin shoqërues që duhet ketë kërkesa, mundeni të konsultoheni me faqen zyrtare të Bashkisë Vaudejës, ku është udhëzimi bashkë me dokumentacionin që do t'i bashkëngjitet kërkesës, por njëkohësisht ne jemi në dispozicion për t'i asistuar qytetarët edhe pranë bashkisë gjatë gjithë orarit zyrtar, lidhur me çdo paqartësi që ato kanë. Interesi më i madh për paketën e maleve vijon të jetë në zonat përgjatë luginës së lumit Drin dhe atyre që njihen ndryshe si resurse turistike kryesore të kësaj bashkie. Në hapjen e aplikimeve për paketën e maleve janë shfaqur rreth 200 shprehje interesit, kryesisht në zonën e luginës së Drinit, por edhe në zona të tjera lidhur me zhvillimin bujqësor dhe agropylltari. Bëjmë edhe një thirrje të fundit për gjithë qytetarët dhe subjektet e interesuara që të vijojnë lidhur me aplikimet përfundimtare të cilat do shërtohen nga ana jonë për të gjithë poseduesit faktik të këtyre pronave. Qytetarët dhe investitorët mund të aplikojnë për të përfituar nga mbështetja e këtij programi i cili adreson zhvillimin industrial dhe turistik. Zonat e përfshira në paketën e maleve shtrihen në Barbullush, luginën e Drinit, në Bushat, Shllak, Mnel dhe Nënshat.